ai ka tentuar ta përdor paranë, sidomos në një botë të largët ku sipas idesë komuniste të Berishës atje gjithçka shitet e blihet. Dhe por përfundimisht nuk mund të blej të drejtën. Sigurisht ka blej drejtësi në Shqipëri, e ka bler Bajagi se kanë shkodranët. Bajagi fort. Me sa kuptohet përdorimi i paras ka nisur qysh me drejtësi në Shqipëri dhe qysh me duke paguar mercenar. Mos harrojmë një gjë, pyetja juaj është interesante, duhet një kujdes shumë i madh sepse ai ka dhe njerëz të dhunës ka rrotull. Dhe përgjithsisht ai e ka ndërtuar Partinë Demokratike mbi bazën e dhunës. Dhe ju shikoni pse deli dhunshëm një deputet, pse deli dhunshëm një deputet tjetër, pse deli dhunshëm një deputet tjetër. Për arsyen se e tëra është ndërtuar prej vitesh është ndërtuar mbi dhunë. Dhe duke qenë ndërtuar mbi dhunë, njëri i ngjan tjetrit, do thotë se ka dalë nga militaria, nga gjë e egër. Shikojeni çfarë ndodh sot. Praktikisht i bëhen dy fushatat. Një fushat e maggjorancës, e cila është një fushat civile, e qytetëruar, një lloj spektakli. Ndërsa fushatat e Berishës janë akoma të egra, domethënë janë njësoj si në vitet 90 e ca kur luftoi dhëm për dhëm sipas tij me armikun. Do të thotë me buri makinash, me shqetësime njerëzish, me furi makinash, me thirrje për vdekje, me thirrje për mundje, me thirrje që ju s'do të ekzistoni. Domethënë, to janë elementet, ju keni shumë të drejtë, janë elementet e një dhune, por që shteti tashmë është i fuqishëm jo për arsye të armatimit, është i fuqishëm për arsye të përkrahjes majoritare të popullit. Zot Çubi, çfarë deri ku mund shkoj, çfarë roli mund të luajnë $6 milion në datë 12 e mëtej? Asgjë. Po marrim pamjen më vulgare, thjesht disa njerëz atje në Amerikë do t'i marrin paratë Sali Berishës dhe do i thonë baj, kaq deshim të bënin, kaq mundëm të bënin. Kjo është pjesa më vulgare dhe që mund ndodh realisht. E dyta, ka dhe një skenar tjetër i cili nëse merret seriozisht dhe praktikisht në State Department ka njerëz që e njohin mirë çështjen e Shqipërisë. Dhe nëse çështja atje merret serioze, atëherë kemi të bëjmë me një problem të madh, të cilin do ta shikojmë, domethënë me një ndërhyrje të FBI-t, me një ndërhyrje të SPAK-ut, me një ndërhyrje të sistemit drejtësisë dhe mbase me një rishikim të tërë të veprimtarisë shumë të ulët të Sali Berishës kundër perëndimit dhe sidomos në Shqipëri dhe në Ballkan. Kështu që ai ka hyrë në një, si më thënë, me paratë e tij ka hyrë në një belat llaftarshme, domethënë ka vrarë veten me 6 milion euro. Pas kësaj që u mor vesh, domethënë Berisha bashkë me të tij që në Amerikë mendonte se kjo nuk do të merrej vesh. Ditën që u mor vesh, kuptohet që askush në Shtetet e Bashkuara nuk mund të veprojë mbi bazën e pagesave, sidomos në raport me të drejtën, në raport me Departamentin e Shtetit e tjerë. Kështu që presim zhvillime, në mos do banalizohen as shumë zhvillimet saqë do ndërpresin atë pagesën tjetër, atë $750,000 dikush i ka marrë, zoti kthej, tjerë s'ka pse t'ia kthej. E Berisha do mbas dhe parat pak nga pak. Kështu që pra prisim më shumë një reagim të institucioneve drejtësisë amerikane për këto pagesa se sa një vendim politik në mbështetje të tij.